Gratë brenda shtëpisë së Big Brotherit po rrihen për flokësh. Një situata s'pak e denjë për të parë në ekranin dhe në emisionin më të populluar. Është Valbona ajo e cila ka gjetur një taktik që nuk dhunon, por i shkon në qafë tjetrës dhe e përqafon. Sigurisht kjo është një prekje fizike dhe askush nuk të jep ty afirmitetin për të afruar, nëse ti nuk ke një raport me të. Rasti konkret ndodhi sot paradite me Gertën, kur gjatë një debati, si zakonisht ndodh në atë shtëpi që ka vetëm debate, Valbona ju hodh në qafë, e preku, sigurisht edhe Gerta i preku flokët se edhe Gerta nuk do të rri aty e heshtur dhe do të lejoj Valbonën që e ka gjetur këtë trik për ta nxjerrë nga vetja duke e përqafuar. Nga ana tjetër do të analizoj pak se çfarë ndodhi mbrëm në Prime. E kam thënë dhe këtu që veprimi që bëri Gjesti që i hodhi vezën Verselos dhe Olos është një veprim i gabuar, por vëllai i madh nuk i mblodhi të gjitha provat. Pasi la dhe prova në vetë ngjarje, nuk e tregoi që kur Gjesti i mori kapele Verselos, ky fundit e preku tek shpatulla. Tani këto detajet të gjitha do të analizohen se për një vezë Gjestit ju kërkuar që të dalë nga shtëpia nga ana Verselos. Po nga ana tjetër, çfarë ka bërë Verselo? Një video qarkullon ku ai ka kapur nga nofllat tirin gjatë kohës që këngëtari ishte në shtëpi. As kjo nuk u pa në Prime. Kemi parë Verselon që prek dhe lëndon tjerët në plagë të rënda. As kjo nuk është parë në Prime. Kemi parë Verselon mbrëm që ishte kthyer mendjen për fjalën për një kafsh që gati donte ta kafshonte Gjestin, ta godiste dhe ta shqyente. Do të shikojmë se a do të dali në Prime-in e së shtunës. Nëse do të jetë ende Verselon në atë shtëpi, pasi shikoj të ngarkuar dhe do të dalë me zarfin e zi. Pra kulaçi i rrallës i Gjestit do të jetë pikërisht Verselo. Është thënë që Gjesti nuk kaloi në atë shtëpi, por ai kaloi më të fortë që askush nuk e konkuron. Ka durimin që të tjerët i ka lënë në balë, kjo e fundit. Nga ana tjetër brëm në Prime më fol shumë për Laertin dhe për puthjet që i rrombeu dhe ja dha meshkujve. Po bëhet një lloj gjurullëdie dhe po vjet në pikpyetje nëse Laerti pëlqen edhe vajzat edhe djemt. Kjo nga ana tjetër po përdoret edhe nga ish-banorët, më saktë nga Amber, e cila mbrëm në Instastory hodhi një foto të një transgjinore, duke u bërë kështu si një police që pas ka mbledhur dhe po tregon se çfarë ka kaluar Laerti në të shkuarin e tij. Pikërisht, njerëzit që godasin nga komuniteti janë ata që nuk meritojnë respekt dhe janë ata që kërkojnë që të respektohen, ku nga ana tjetër pa pasur, le të themi, të drejtën për të gjykuar seksualitetin e asnjërit, dalin dhe postojnë gjëra të tilla. Duke u rikthyer tek Gjesti, po shikoj që vëllai i madh po tenton që ta stopojnë në lojën e tij. Shpeshherë Gjesti ka thënë që pse më ndaloni që të bëj lojra me Verselon ose me një banor tjetër, e pikërisht me Verselon është parë që vëllai i madh, sa herë që Gjesti tenton që të bëjë një lojë, i tërhiqet vëmendja dhe thirret në dhomën e rrëfimit. Gjesti ka thënë se nëse vijon kjo situatë, padyshim që unë do të ndal nga shtëpia. Pra kemi një lloj minimizimi dhe një lloj ulje të figurës së Gjestit nga produksioni gjatë Prime-eve, kjo padyshim që është e qartë. Pasi Gjesti ka pafundësisht ngjarje në atë shtëpi që nuk trajtohen as pak gjatë Prime-it, edhe me sa duket, edhe ajo veprim, por me sa duket dhe dënimi që mori mbrëm për vezët që i gjuajti Olos në kokë dhe Verselos, por pos që ishte në mënyrë automatike në televotim, e veshën dhe si pul. Kjo ndoshta edhe për ta ironizuar ose ndoshta për të thënë që nuk bëri asnjë dëm një vezë në fytyrë, por gjithsesi një agresion ishte ndaj dhe vëllai i madh mori vendimin. Por e kam në faktin që edhe në rrjetet sociale vihet të re një lloj ulje që produksioni bën Gjestit, kur është ky fundit që e mban në shifra rekord këtë edicion të Big Brotherit. Sot në shtëpi u fut Egla, fituese e edicionit të vitit të kaluar. E sigurisht sapo u fut puthi në buzë Laertin, kjo për të treguar edhe një herë që Laerti ndoshta e bën si një lloj aktrimi puthjen me djemt, se dhe Egla është aktore dhe puthi në buzë kolegun e saj. Pra, kushdo që t'i bëj keq Laertit që po nxit apo po e sjell situatën në këtë pikë, besoj që janë banorët brenda,
pasi ai ende nuk e ka finalizuar, le të themi, raportin që ka me Valbonën, që padyshim të dy e kanë për efekt të lojës dhe nuk kanë se si ta konkretizojnë një gjë kur e kanë lojë. E kam thënë që ky edicion është i grave, por gra që po denigrojnë njëra tjetrën, gra që merren me jetën jashtë, gra që dhunojnë, gra që janë të egra, nuk po pushojnë asnjë sekond. Nuk e di nëse do të vinë më një edicion i tillë, ku do të kemi zonja, gra, femra, vajza, motra, nëna që janë kaq agresive për lojën, kaq të pa edukuara, kaq cinike dhe kaq të egra në qasjen e tyre, por me sa duket janë pjesë e realitetit ton dhe ndoshta kjo është edhe një anë tjetër që të tregojmë që gratë janë të forta dhe mund të bëjnë lojë.